nuk mund ulem gjithkund, nuk mund takoj gjithkund pa e ditur. Unë mund shkoj, për shembull, po të më tregonin kur shpellën kur rinte Bin Ladeni, unë kam kurajshin të shkoj të takoj Bin Ladenin, pavarësisht të rrezikut. Por nuk mund të shkoj rrezikut pa e ditë se ku po shkoj. Pra, patjetër që kjo lloj profesioni dhe kjo lloj pune të privon nga elementë të tjerë. Pra ti nuk mund të jesh i shkujdesur gjithkohës. Ti duhet të jesh i kujdesshëm. Po të marr, se më pyete për rastet. Po të citoj një rast konkret. Unë nuk e dija që nga burgu, nga një nga burgjet e sigurisë lartë Shqipëri, një dënuar me burgim përjetshëm, kishte autorizuar pjesëtarët e grupit vet që vepronin jashtë, tekstualisht kishte thënë merrni një motor dhe një armë dhe futeni 2 plumba moskoke filan persone. Kjo gjë ishte kapur nga shërbimet e shërbimi inteligjent që kanë burgjet, SHKB-i themi, shërbimi kontrolli brendshëm, ose agjencia e monitorimit. Pra se ata e përgjojnë çfarë ndodh në burg. Dhe ata këtë informacione kishin shkuar policisë kriminale. Policia kriminale nuk më njofton mua. Por njofton komisariatin në të cilën ndodhi zona ku banoj ajo dhe më thret shefi i krimeve. Më thot kemi marrë urdhër thot që të të sigurojmë. Do të sigurojmë me policë, me uniformë. Do të na thosh çdo lëvizje që bën, kur del nga banesa, këtë do ta takosh. Në gjë e parë thash çfarë ka ndodhur. Çfarë ka ndodhur që duhet sigurohej. Më tha mua e kam detyrë, nuk kam shpëtim. I thashun ti nuk mund më kontrollosh sepse pjesë e punës ime është të takoj persona që janë kërkim. Pra si do ruaj me policën kur do takoj dikë që kërkon policia. Pra praktikisht i po më izolon në këtë pjesë. Por nga ana tjetër unë nuk veproj duke qenë Shqipëria është vend i vogël. Mendoj që ti mund ta zgjidhësh ka rrugë të tjera që mund ta zgjidhësh personalisht, por mos e çuar situatën në tilla raste. Dhe çfarë bëra? Që të mos shqetësoj as familjen, as pallatin ku jetoj, as lagja, se do rrinte një policë aty poshtë shtëpisë. Një policë që rri aty krijon vëmendje. Atëherë i thash, më lini një inspektor krimësh, pra një policë civil, me të cilin unë mund të komunikoj, por më thoni çfarë saktësisht se e zgjidh vetë. Dhe jam detyruar pse kam shkuar deri te drejtuesi të lartë policisë, si thosha, më tregoni nga më vjen rreziku se mund ta zgjidh vetë. Dhe i kam dokumentat e asaj. Sepse pse do ta zgjidha? Sepse duhet kuptoja pse kishte shkuar ai grup në atë gjendje, çfarë materiali kishim nxjerrë ne dhe çfarë mundësie mund të më kishte për negocim. Sepse unë mendoj që një organizatë shqiptare, nëse merr vendimin për ta eliminuar dikën, nuk e ka të vështirë ta bëjë. Për fat mirë në Shqipëri, ndryshe nga Kroacia, që është një vend Bashkimit Evropian sot, ndryshe nga Slovenia, ndryshe nga Malizi, ndryshe nga Serbia apo nga Bosnia, janë vrarë gazetarë ande. Në Shqipëri ende nuk janë vrarë. Por friksohen. Nuk janë vrarë sepse trafikantët tanë kanë pasur një tjetër tipologji. Gjumë të letë komunikimi. Jo, deri para 10 vitesh ata kishin shumë qejf të dilnin në media. E qonin marketing. Kishin qejf të dilnin. Dhe duke sa më shumë të njohur bëshin, kishin mundësi që të krijonin lidhje me vajza të bukura. Keni parë që ata gjithmonë kanë miset, kanë artistet, kanë këngëtarë, dhe ata me median jetojnë. Median, unë po them kam qenë në ambiente të organizatave kriminale në Shqipëri, që kjo faqe që keni ju këtu dhe ajo tjetra bashkë, ka qenë e mbushur me ekrane dhe ishin të gjitha mediat shqiptare të hapura dhe kishin njëri që i monitoronte. Pra, ata janë shumë të kujdesshëm, shumë të interesuar. Sot kanë ndryshuar, nuk kanë qef më të dalin në media.